Dhe sonte për ju do të vi Zia Vukaj. Ne përshëndesim edhe nga studio e emisionit Ta Tokim dhe le të dëgjojmë urimin e tij. Pra si është preu profesori? Profesor, ne po e përcjellim një vit, edhe gjithmonë në fund është në natyrën e çdo njeriu të bëjë një analizë. Si ka qenë 2025-a? Unë të doja në planin tuaj personal, por edhe në emër të shoqatës. Çfarë konkluzioni kanë në fund? Faleminderit për pyetjen. Paraprakisht ju uroj gëzuar vitin e ri. Lam prapa një vit për mua ishte një vit shumë interesant, një vit i mbushur me veprimtari. Ndoshta ka qenë në vitet më produktive të jetës time. Produktiviteti është shfaqur në fushën e letërsisë. Unë kam botu disa libra, kam edhe 2-3 libra të tjerë në shtëpitë botuese të Tiranës dhe ka qenë, po them, një vit shumë produktiv në planin personal dhe në të gjitha pjesët e mia personale. Por përveç aspektit tim personal, ishte një vit edhe i begat edhe për shoqatën e shkrimtarëve të Shkodrës, e cila ka shënu, domethënë, promovime librash dhe promovime shumë cilësore. Ka qenë një vit i mbushur në aktivitete, pra ka pas një dënduri aktivitete që vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite. Ndërto, po themi, krye aktiviteti ishte dalja e edicionit të 10 të Penës së Shkodrës. Me këtë rast u përmush gjithë kolana antologjike e Penës së Shkodrës, ku pasqyrohet krijimtaria e shkrimtarëve shkodran dhe jo vetëm, por shkrimtarë nga të gjitha trevat e shqiptarisë. Dhe kjo ishte një punë e filluar një dekadë më parë, të cilën ne kemi majtë gjallë me zjarrin e pasionit, me sakrificat, me privacionit e gjithë secilit, pra për të arritë që t'i lamë trashëgimi qytetit tonë, pothuajse një bibliotekë të tërë, letërsie të freskët të 2 dekadave të para të shekullit të 20. Faleminderit. Çfarë objektivi për 2026, që e keni synim dhe mezi prisni që me krijimin e rrethanave kushteve ato të realizohen? Ne për vitin 2026 përsëri do të vazhdojmë këtë që sapo thash, do të vazhdojmë këtë kolan, do të vazhdojmë publikimin e letërsisë re të Shkodrës, edhe me gjerë, të Shkodrës dhe të gjithë krijuesve shqiptar në të gjitha trevat që janë, ashtu si që i kemi bërë edhe deri tani. Nga ana tjetër kemi disa aktivitete të tjera që do të jetë, sidomos në muajin prill, që është muaji i letërsisë, dhe do të kulmoj pastaj në muajin tetor që kemi një plan, një projekt pra për të bërë një aktivitet të madh letrar siç i ka hijet qytetit të Shkodrës. Tani do ju pyesim si profesor, ku do kaloni festat? A keni bërë ndonjë plan? Asnjë plan. Asnjë plan? Jo. Është më mirë që mos bëjmë plan fare për festat? Nuk bëjmë plane sepse unë i përkas traditës së vjetër, unë jam shtëpiak i vjetër, unë du me i kalu në shtëpi ato festat. Po nëse do merrni një ftesë nga do e donit, nga ju apo më në veri të Shqipërisë? Nëse do të ishte një ftesë. Nuk ka si ftesa, kudo është bukur. Ftesa është e bukur për shkak se është ftesë. Nuk ka urim për të gjithë shkodranës shqiptarë kudo që ata ndodhen që na ndjekin përmes transmetimit. Uroj për të gjithë bashkëqytetarët e mi një vit të marrë e të suksesshëm në të gjitha fushat e jetës. Mi të gjitha lumturi familjare, shëndet edhe pasuri. Të gjitha këto. Pasuri shpirtërore mi të gjitha. Ta kaloni gëzuar.